Kosovë në një moment kur retorika nga Beogradi po ashpërsohet dhe presidenti serb Aleksandar Vučić po shpall rënjen e rendit botror duke paraqitur Kosovën si kërcënim dhe veten si viktim. Por a është kjo e vërteta apo kemi të bëjmë me një përpjekje për të friksuar rajonin dhe për të delegjitimuar shtetin e Kosovës, të drejtën për siguri dhe për aleanca strategjike? Sonte kërkojmë që të bëjmë një ndarje të qartë të propagandës nga faktet dhe të flasim qartë për të drejtën e Kosovës, për mbrojtje, sovranitet dhe të ardhme euroatlantike. Për këtë do të na ndihmojë eksperti i njohur i sigurisë, Nuridini Bishi. Zoti Bishi, kënaqësi që jeni me ne në këtë intervistë. Ndaj përftesën, respekt. Do doja që ta nisja nga armatimet e reja që ka marrë Kosova së fundmi me sistemet kundërtank nga Turqia, gjithashtu edhe me një sër dronësh dhe pajisje të tjera për vetë mbrojtje. A ka ndikuar në këtë aspekt kërcënimi i vazhdueshëm nga Serbia dhe shtimi i retorikës luftuese? Po, në rreth parë ishte intervenimi amerikan në Venezuelë, por jo larg çështjet e armatimit, gjithsesi të aleancës trilaterale mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, dhe kjo shqetësoi, por normal edhe armatimi që vjen nga Turqia shpejti edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra kjo është një lloj, të them, një shqetësim i tij që ngrit çështjen edhe dhe sa përket rendit publik botror, kartës OKB-s që ai po thirret, e po harron që ai është në krye një autokrat, në krye një regjimi totalitar, sikur që ishte Maduro në Venezuelë, duket për frikës tij, ai ose me 10.000 kilometra larg Venezuela, ai e çuiti mik pra Maduron, e mandej shkoi për te asaj se kërcënimi pra i vazhdueshëm do të jetë edhe për vende tjera ku siç e quhen ai po apostrofon mbretëron forca apo imponimi forcës superfuqive. Por apo e përdor Aleksandar Vučić narrativën e rënjes së rendit botror për të fshehur faktin se Kosova sot është realitet i pakthyeshëm politik dhe shtetëror. Po ai ka filluar jo vetëm ta bindi vetën, por edhe opinionin në Serbi, por jo edhe opozitën, që Kosovën akoma e ka në përveç asaj që ka me kushtetutën e Serbisë edhe pak ka pas reagimi dhe nga faktori ndërkombëtar në vend të Bashkimit Evropian që mos të merren me këtë çështje mos Serbia, por ai pe ushqen atë Serbinë, atë Serbinë e madhe, sikur ai e ka konceptuar si botën serbe, dhe çdo pra armatosje, pajisje e forcës sigurisë apo pjesëmarrje në manovra apo ushtrimet përbashkëta me sikur që ishte Defender of Europe, pra të pjesëmarrjes së FSK-s, ato e shqetëson, por bie gjitha aleancat e mosshme në Ballkan që në formë edhe pse ky kritikon çdo herë i paraprim me kritika, po ky është ai që prish një marrëveshje, flasim për marrëveshjen Dayton vitit 1995 ku u ndal lufta për gjak në Bosnjë Hercegovinë dhe detyrimit që të ketë paraspesh forca, ky te kaloj me armatim gjithandej nga Rusia, Ukraina, Irani e vendet të tjera dhe Kina, kështu që mandej sulmon në Kroacinë për çështje të armatimit apo dekalimit të normave, por që ai është i pari që ka thyer marrëveshjen e Daytonit në aspektin e një paraspeshje në rajon. Edhe kjo është komentar domos kur vjen pyetje Kosova, armatosja edhe me armatim pra antitanks, këta ka pikë të dopt nga se ai ka forcat konsiderueshme të blinduara, çka ka tanks, autoblinda e mjet e tjera. Problemin e ka të madh si ti rregulltoj shofert apo ata ekipazhet për këto mjete nga se din efektin çfarë kanë këto dy mjete edhe të Turqisë, por dikosisht edhe Javelin të Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe automatikisht trit nuk do të rregullohen për ekipazhe edhe për drejtues të këtyre mjeteve. Këtu e ka hallin e madh në brendi të vetës që shpërfaqen në aspektin pak më
strategjik apo më gjithëmbarshëm, edhe pse ai është konkret lidhet me fakte se çdo pretendim i tij për ndonjë veprim ndaj Kosovës përkundër prezencës së KFOR-it si pjesë substanciale e NATO-s, por me atë ushqimin e vet që i bën në aspektin e propagandës proruse që një ditë do të ndërhyjnë Kosovë. Mendoj që në këtë drejtim kjo i krijon një shqetësim të madh, pra edhe aleanca trilaterale mes 3 shteteve, pra Ballkanit, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia, me mundësi të zgjerimit, po njëkohësisht edhe pajisja me këto armatime që për te janë jashtëzakonisht shqetësuese. Por, zoti Bishi, pse Serbia e shet çdo hap të Kosovës drejt sigurisë dhe mbrojtjes si kërcënim, ndërkohë që vetë armatoset masivisht prej vitesh nga shtete malinje të njohura tashmë në botë si Rusia, Irani dhe Kina? Po, kjo është një përshuese interesa gjeostrategjike ruse dhe çdo herë ajo shkon me diktat Putinit dhe sulmi është mbrojtja më e mirë. Në këtë drejtim ai me njëherë reagon edhepse Kosova, sikur shumica e shteteve të Ballkanit përveç Serbisë, nuk ka pretendime territoriale, pra këtë rast edhe kjo aleancë trilaterale për cilën folëm, pra, por Serbia është ajo që ka interesa gjithsesi apo prerogativa apo kërcënime ndaj territoriale edhe ndaj Kosovës, edhe ndaj Bosnjës së Hercegovinës me mundësi shkputjes nga të etnitetit serb nga kjo federat, por njëkohësisht edhe Malit të Zi. Për këtë arsye, ai çdo i paraprin sulmit në kuptim të asaj përfaqes kise të kërcënimit apo që ndihet i kërcënuar Serbia, por absolutisht nuk ka rastit të drejtë kuptimin e asaj se këto shtete të Ballkanit edhe marrëveshjet që janë edhe që do të jenë vazhdim nuk janë kërcënim për Serbinë, nga se nuk ka asnjë nga këto shtete apo aleanca nuk kanë pretendime ndaj Serbisë. Por ajo... Po, vazhdoni zoti Bishi. Yes. Pra, ai në vazhdimsi, përveç që thirrri Këshillin e Sigurisë Kombëtare, me njëherë atë ditë kur u bë ndërhyrja Shtetet Bashkuara të Amerikës në Venezuelë, me njëherë pastaj doli edhe me pjesëtarët e sigurisë, edhe të shërbimit informativ dhe kundërinformativ të forcat armatosura të Serbisë, por njëkohësisht edhe gjatë vizitës në Trebinje në etnitetin të serb në Bosnjë e Hercegovinë me deklarata jashtëzakonisht shqetësuese, mirë po çdo herë duke e mbajtur një paraspesh edhe duke quajtur Shtetet Bashkuara të Amerikës si vendin më dominant, më të fortë, por çdo herë imponues të forcës, sikur që ishte rasti atje. Mirë po me një konsiderat edhe me një kërkesë që Serbia, që Shtetet Bashkuara të Amerikës mos ta kenë target Serbinë, kuptim të asaj që për shkak të reagimit të opozitës, por edhe veprimet që ai po ndërmerr në raport me Rusinë, pra mos zbatimi i sanksioneve ndaj Rusisë, çështjet që ndërlidhen gjithashtu edhe që ai po i zbaton me këtë çështjen e nisit, pra çështjen e të ekspedimit të derivateve dhe shpërndarjes, po edhe mundësinë tash të lidhet me Hungari, por edhe pajisjeve mjaft të rëndësishme që po merren nga Kina edhe Irani. Mendoj që këto janë ato indikacionet që një formë ky po tregon një respekt të veçuar për Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke ju përshtat edhe në këtë situatë sikur një mos të nxis para raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës duke ruajtur një paraspesh, por realiteti është që ai po është kritik në gjithë këtë çfarë ndodhi në ndërmarrjen e fundit të Shtetit Bashkuara të Amerikës ndaj një sistemi totalitar të Madurës. Zoti Bishi, ajo çfarë na ra në sy ne të paktën në adresimin e zotit Vučić pas asaj mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare pas aksionit amerikan në Venezuelë ishte deklarata
për shfuqizimin e rezolutës 1244. Sa e sinqert është ajo kur dihet se realitetin terren dhe njojët ndërkombëtare kanë tejkaluar prej kohësh, ndoshta është ky sinjalizimi një fillimit pranimit të realitetit apo diçka më e keqe si fabrikimi një justifikimi për aventura të rrezikshme ushtarake nga Serbia e Vučićit? Po jo, ai asnjëherë nuk do të ndërmerr një veprim të tillë, asa e vlerësoj, ai çdo herë lëviz trupat apo bën koncentrimin e trupave në afërsitë kufirit, pra e din ku është kufiri i Kosovës, por realiteti është që ai ka ndërmarrë një fushat të gjerë pra të lobimit për njohjen, por njëkohësisht edhe pengimin e njohjeve të Kosovës, ndodhen edhe 4 njohje, nga 117 tash i kemi edhe 4 shtesë, janë pra 121 njohje gjësejt që i kemi, edhe kjo është qëtësim për te, nga se nuk po arrin fluksin e njohjeve, pse kem pas pak një ngesje, jo shumë për shkak të lobimit së, po për shkak të aktivitetit në planin pra lobues të Ministrisë Punëve të Jashtme po dhe Qeverisë Kosovës, por realiteti është që kemi një lëvizje pozitive dhe kjo është indikacion i mirë për ne, por realiteti është shqetësues për te që përkundër asaj që ky do ta një formë ta mbaj në fuqi rezolutën 244 edhe gjithë ato debate që po bëhen në formë periodike për Kosovën në Këshillin e Sigurimit. Këshilli i Sigurimit ka mbetur më tepër formal në aspektin e prezencës ndërkombëtare të sigurisë në rast të parë të KFOR-it, që ka mandatin e rezolutën 244, por edhe të EULEX-it që lidhet më tepër me misionin evropian. Sido që të jetë, këto janë ato shqetësimet e tina që nuk po i shkojnë shumë ndërdorshëm çështjet edhe vazhdimit njohje, por edhe mbështetjes në pajisje dhe armatim të shtetit më të fuqishme në botë, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, të Turqisë si një vend strategjik rajonal, por njëkohësisht edhe shtetet sikur që është Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, edhe vende tjera që në vazhdimsi po mbështesin forcën e sigurisë edhe normale prezencës pra të KFOR-it që po është në ndërlidhje apo në ndërdueshmëri të ngritjes kapacitetit profesionale të forcës së sigurisë Kosovës. Ne përmendëm paksa më sipër në gjatë bisedës tonë bashkëpunimin ushtarak mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Megjithatë, Beogradi po e konsideron atë si një kërcënim. Madje vetë presidenti serb thotë se arsyeja e vetme e atij bashkëpunimi është pretendimi i Vučićit, ishte fuqizimi për një luftë kundër Serbisë. Vučić kërcënoi madje edhe me kundërmasa. Çfarë mund të presim nga Vučić apo nga Serbia? Po e paralajmërojmë një vazhdim në armatosjeve, domethënë ka një rezervë diku në afër 200 milion euro, mirë po ai shkoi për te asaj, thotë që do t'i siguroj edhe 200 tjera, diku në 400 milion, më pak se gjysmë miliardi euro, për të blerë pajisje si kundër veprim, apo kundër veprim të armatosjes edhe të forcës së sigurisë Kosovës, po edhe vendeve të pra nga ky marrëveshje trilaterale mes Shqipëria edhe Kroacia. Pra veprimi i tij po llogaritet sikur reaktiv në raport me armatosje pajisje, por edhe këtë marrëveshje trilaterale. Ndërkohë, apo i druhet Serbia ndoshta përfshirjes së Kosovës në sigurinë euroatlantike, pra pjesë e sigurisë euroatlantike dhe shmangja e izolimit sa ka lobuar deri më tani, dhe nga ana tjetër një shënjestrim i qartë i Serbisë nga Kongresi Amerikan, më pas edhe me vull dhe firmë të presidentit Amerikan Donald Trump, që së pari një garanci e fortë që nuk do të ketë ndryshime kufish në Ballkanin Perëndimor dhe që Serbia po bie të paktën në nivelin e demokracisë. Po, pra gjithë kjo që ka u bë është shumë në rëndësi dhe etike për Kosovën, nga se një vendim i tillë gjithsesi formë të ligjit që është pru mbështet ato që për neve është jashtëzakonisht jetike, pra nuk ka ndryshim të kufish. Dhe kjo është një adresim i qartë që ai kupton mirë, por realiteti është më tepër në balancën e forcave rajonale.
është e vërtet nëse marrim në pra edhe në çështjen e rangimit në Global Firepower, fakt që Serbia ka shku më larg se vendet e rajonit, por çdo aleancë e re, ajo është si rrezik potencial më për shkak debalansit në rajonal. Edhe plus paralajmërimi i Turqisë me çdo kusht në rast sulmi ndaj Bosnjës Hercegovinës dhe Kosovës do të reagojë më një herë në kuptim edhe të ndërmarrjes me edhe ushtarake. Kjo është një adresim i saktë që ai e llogarit shqetësim të madh. Mirë po mbi të gjitha pra rrezikun që është më të lartë dhe potencial është nga pra vendimi apo ligji i fundit i Shtetit Bashkuar të Amerikës më për shkak të mosdyshimit kufive, çka nënkupton rezoluta 144 mbetet vetëm aspekti formal, ndërsa realiteti është se Kosova ka subjektivitetin, është ndoshta për shkak të vetos Kinës e Rusisë që do ta kundërshtojnë pranimin, por Kosova vazhdon nga se edhe forca sigurisë të vitit 2018 përfundon fazën e tretë të tranzicionit edhe potencialisht ajo hyn në fazën e procedimit për pas para pranimit në NATO dhe kjo është ajo që Serbinë çdo herë e shqetëson, edhe liderin e saj. Megjithatë, zoti Bishi, nuk mund të mos përfshim në këtë ekuacion të paktën ose një pjesë të irritimit të Aleksandar Vučići që i vërsulet Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës me sulme duke i krijuar këto vende si ato armiqt imagjinare të Serbisë. Ndoshta është kjo tentative Vučićit për të eksportuar krizën e tij të brendshme politike edhe në rajon në mënyrë që edhe një herë tjetër të mbijetoj politikisht. Kujtojmë këtu që ka qenë një deklaratë e tij në Bosnjë dhe Hercegovinë, konkretisht në pjesën e Republikës Srpska, ku theksoi se nuk jam naiv dhe budalla si Miloševići dhe e di shumë mirë se çfarë po ndodh. Po, e vërtet, informimi, ky është kreator i botës sërbe që përfshin gjithë trojet apo vendet që janë me serba të llogaritja dhe Republika Srpska edhe Serbinë, krijimi i kuvendit përbashkët me Dodikun. Mirë po edhe një fortëmisht që ka ndodhi kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dhanë udhërin e fundit për Dodikun. Ai më një herë u tërhoq, dha mundësi që të krijohen institucione të tjera dhe Republika Srpska të pushojë nga aktiviteti e paralajmëruar të ekstremistit Dodik që aja të shkputet. Mendoj edhe në këtë rast Vučići këto deklarata e bën më tepër politike, por edhe interesi edhe i Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe i Bashkimit Evropian është që Serbia të mbetet një faktor stabiliteti edhe çdo herë shkputur nga interesat ruse. Gjithashtu kjo e fundit, po e thash edhe më herët, çështja e nisit, pra e rafinerisë apo gjithsesi petroleumit, pra që edhe burimisht shfrytëzohet, por njëkohësisht edhe shpërndan derivatet që mëdomos është dashur të heqet shumica pra e posedimit nga magnatët rus, që në një formë detyrimisht ai e aprovoi, edhe Serbia gati një krizë të pakalueshme derisa po kërkon nga moli hungarez që të bën një sistem bartjes së pronësisë. Pra me këtë, pra kjo është indikator të saktë që Serbia dhe pavarësisht një president autoritar si është Vučići din ku është kufiri i asaj sa i tolerohet. Merr udhën ai ta zbatoj me qëllim që por këto deklarata më tepër janë për konsum të brendshëm edhe ka pak ndërkombëtar, me që të tregoj që është ai paraqet një figurë ndihmarëse në Serbi, edhe pse ka probleme të jashtëzakonshme jo vetëm me opozitën, por edhe me protestat e vazhdueshme qytetare, për cilat sidomos në këtë situatë të reagimit në rastin e Madurës, ato tash janë një ofenzivë për rrëzimin e tij, pra përkundër që ai në mënyrë brutale është i ka shua ato deri tash, po i ka shua, por në një formë i ka balansuar në veprimet e tyre.
Shkurtimisht, zoti Bishi, sepse jemi edhe në fund të minutazhit për intervistën, nuk mund të mos pyesim edhe për operacionin amerikan në Venezuelë dhe mbi të gjitha mbi kontekstin apo frikën në Ballkanin Perëndimor. Dim që të paktën Aleksandar Vučići nuk shihet me sy të mirë nga amerikanët aktualisht, është tërhequr plani për investim, gjithashtu ka edhe sanksione siç ju e keni përmendur edhe gjatë intervistës son. Sa rrezikon Aleksandar Vučić nga Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po e shef, si potencialisht mund të po thash unë në këto deklaratat e fundit, sidomos në etnitetin e Federatës Bosnjë Hercegovinisë Trebinja, ai u shpreh shumë përkras për Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo duke thënë se është shteti më i fortë, por me kujdes për shkak të Kartës Kombeve të Bashkuara, po i balansuar në kuptim të respektin ndaj Shtetit Bashkuara të Amerikës edhe fuqinë e saj. Mendoj që në këtë drejtim ai do të mundohet ta tejkaloj këtë situatë edhe të jetë i ndëgjueshëm ndaj pra administratës amerikane, edhe nga se e vjen që pra parasysh që në formë është si dorë e zgjatur apo është i përçues interesave gjeostrategjike ruse në Ballkan, ai përfundimisht do të kthehet apo do të ndodhë diçka që nuk duhet tash ta them në Serbi, që në formë do të kthehet edhe Serbia të merkahin ka integrimet pra euroatlantike, jo të shkojë në ka Rusia, e cila nuk është më ajo fuqi botërore për të cilën është folur më herët, ajo në një fazë është shumë ndjeshme, edhe Ukraina i ka ra, them, sikur një pengesë pa kaluar, një operacion, si thotë Putini, special për disa ditë kalon vite dhe përfundim nuk shifet. Për këtë arsye mendoj që kjo e bën të vetëdijshëm Vučićin që nuk do të shkojë më krah në Rusinë, por do të rishikojë politikën apo eventualisht një ndryshim radikal që do të ndodhë në Serbi, që përfundimisht Serbia do të vendisohet, do të kthehet ka perëndimi edhe të heqë dorë nga interesat e Ariut rus. Qartë, zoti Bishi, ju falenderoj për analizën tuaj, e vlerësojmë gjithmonë lart ekspertizën tuaj për çështjet e sigurisë në Kosovë dhe në rajon. Ju faleminderit. Është kënaqësi, faleminderit, respekt. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish në studio.